Në kuadër të sezonit turistik veror, Policia e Gjirokastrës ka intensifikuar kontrollet për të garantuar rendin dhe qetësinë publike, kryesisht në zonat turistike, ku aktivitetet e ndryshme shoqërohen me muzikë. Strukturat e sigurisë publike, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Gjirokastër, kanë organizuar takime informuese me administratorë dhe pronar subjektesh për t'i sensibilizuar mbi respektimin e ligjit për ndotjen akustike. Gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar kontrolle të posaçme në teren, të bazuara në artëzimin e zonave me ndotje akustike. Përmes matësve të zhurmës, janë testuar një sër ambientesh të hapura dhe të mbyllura, duke rezultuar se niveli i zhurmës ishte brenda kufive të lejuar, sipas ligjit numër 9774 për administrimin e zhurmës në mjedis. Ndërkohë, policia ka monitoruar edhe respektimin e orarit të lejuar për muzikë në ambiente të hapura, që është nga ora 11 paradite deri në 12 natës. Policia e Gjirokastrës thekson se mbetet e angazhuar për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët, duke ftuar qytetarët të denoncojnë çdo shkelje me premtimin për ndërhyrje të menjëhershme.